Kur kanë mbetur edhe pak ditë nga çelja zyrtare e sezonit turistik, Drejtoria e Turizmit në Bashkinë Shkodër ka marrë të gjitha masat e duhura për një sezon sa më të mbar. Drejtori Gentian Mema bën të ditur se përveç se aktiviteteve të planifikuara, me fillimin e sezonit do të hapet edhe zyra e informacionit turistik në Velipoj dhe më pas së shpejti edhe në qytetin e Shkodrës dhe pikën turistike të Thethit. Në fazën e përgatitjes së aktiviteteve për të kaluar një sezon turistik sa më të suksesshëm. Po bëhemi gati pikërisht një festë që është shumë shpejt do të jetë hapja e sezonit turistik në Velipoj, me rastin e secilës do bëhet edhe hapja sërish e zyrës së informacionit turistik, tashmë në Mbarsinë e Bashkisë Shkodër, e cila besojmë se do të jetë një funksion i cili do të ndihmojë mjaft vizitorët dhe turistët që do të kenë nevojë për informacion në plazhin e Velipojës. Për hapja të zyrave të informacionit turistik, ku sigurisht ajo më kryesore dhe më qendrore do të jetë në qytetin e Shkodrës. Jemi duke përzgjedhur vendin dhe besoj se jemi mjaft afër për të bërë çeljen e zyrës së informacionit turistik edhe në Shkodrës në një vend sa më të përshtatshëm për t'i ofruar që informacioni të jetë sa më i arritshëm për vizitorët. Po gjithashtu edhe në zonën e Thethit është planifikuar hapja e një zyre të informacionit turistik. Dhe informacioni do të jetë i integruar me të trija zyrat. Ndërkohë aktivitete janë planifikuar edhe për hapjen e sezonit turistik në Shirok dhe Theth. Gjithashtu kemi në planet kreta të shkurtra, pra në javën në vazhdim do të kemi edhe festën e liçenit të Shkodrës, që tashmë është hyrë në një traditë. Ne mendojmë ta pasurojmë edhe me tej me aktivitete sa më gjithëpërfshirëse. Dhe më pas do të jetë hapja e sezonit turistik në Theth, të cilën e kemi titulluar Dalja Mbjeshk, sipas një feste tradicionale që zhvillohet në atë zonë. Sipas drejtorit Mema, ky sezon turistik pritet të jetë mjaft pozitiv, pasi Bashkia e Shkodër ka marrë edhe masat e duhura për sa i përket përmirësimit të infrastrukturës dhe rehabilitimit të qendrave turistike.